të shpenzoheshin në ngritje të kapaciteteve shkencore të institucioneve të universiteteve aktualisht dhe institucioneve ulëmtuese, gjë që do t'i shërbente shumë më shumë studentëve, po jo vetëm studentëve, por edhe gjithë vendit në farë mënyrë, sepse arsimi është bazë e zhvillimit të gjitha zhvillimeve tjera, se sa të shpërndaheshin nga 100 euro për secilin student, shto kësaj pastaj që janë shpërndar vetëm 2-3 ditë para zgjedhjeve, gjë që lën me kuptu që vërtet ka qenë një veprim që në sjelljen e votuesve ose në teorinë e zgjedhjeve njihet si veprim klientelist, veprim për të tërheq ose për të josh në farë mënyrë, në këtë rast një kategori caktuar studentësh, po edhe njerëz të afërm të studentëve në farë mënyrë për të votuar për partinë në fjalë. Pra është një veprim klientelist që në farë mënyrë nuk i shërben demokracisë, nuk është në përputhje me atë që qytetarët në farë mënyrë duhet jenë të lirë që të vendosin për këtë që ata mendojnë që i mbronë më mirë interesat e tyre, sepse këto 100 euro vërtet nuk i mbrojnë interesat e studentëve. Interesat e studentëve i mbrojnë reformat në arsim, nga cilat ata dalin në nivel të njëjtë të dijes me kolegët e tyre në vendet e zhvilluara. Janë të përgatitur mirë për tregun e punës, i japin ekonomisë, i japin politikës, i japin shoqërisë, i japin vendit, i japin të njerëzimit në farë mënyrë, përmes reformave që duhet i bëj vendin në arsim dhe cilat nuk po i bën. Për disa ndoshta edhe mund të jetë ndihmës, duke qenë se ku marrin parasysh se sa shumë kushtojnë materialet dhe gjithçka tjetër që duhet për të studiuar, edhe mund të jetë brenda këtij muaji një ndihmëse. Megjithatë dobia do të ishte më e madhe sikur këto të investoheshin në reforma në arsim. Po, në një lloj dobia fatshkurtë në farë mënyrë, ndoshta për disa studentë ose familje studentëve, mund të jetë një lloj lehtësimi, por lehtësim që në farë mënyrë po synohet që të përkthehet në vota ndoshta pas disa ditëve. A mund të ndikojë kjo? Po besoj që tek disa mund të ndikojë, sepse ne e dim kushtet e një numrit madh familjeve që jetojnë në Kosovë, ne kemi ngesur me reforma zhvillim, dhe pikrisht për këtë pastaj ndoshta edhe 100 euro mund të jenë shumë domethënëse për një student ose për një familje, sepse kemi humbur hapin e zhvillimit ekonomik që me kohë dhe tani është bukur vështirë sa që kemi ardhur në atë gjendje që ndoshta 100 euro mund të jenë shumë domethënëse edhe për një student edhe për familjen e studentëve. Pra si veprime të tilla nifen si veprime klienteliste që nuk do duhet të ndonin pikrisht nga vetëvendosja e cila ka ardhur pushtet duke akuzuar të tjerat për klientelizëm. Nuk është rasti i parë klientelist. Këto veprime bëhen nga gjitha partitë, edhe nivelin qendror, edhe nivelin lokal me mjete ndryshme. Por pikrisht vetëvendosja ka marrë votën masive popullore, duke qenë kundër veprimeve të tilla dhe është një gjë që nuk do duhet ta bënte normalisht, por si duket ndoshta mungesa e përmbushjes premtimeve që kanë qenë që herët, tani e detyron këtë rast vetëvendosjen që të bëjë edhe veprime tjera klienteliste. Megjithatë, vetëvendosja duhet ta di që një prej arsyeve pse kanë rënë parti tjera që dikur e kanë dominuar sistemin partijak në vend, kanë qenë pikrisht veprimet klienteliste. A do të jetë kjo e njëjtë edhe për vetëvendosjen, mbetet shifet në rrethana të ndryshme, por normalisht veprimet klienteliste të sjellin një numër caktuar të votave, por më shumë të humbin vota, sepse nuk mund t'ju shpërndash parat që gjithëve një farë mënyrë. Kushdo që përfiton, qoftë mjetet, qoftë vende pune, qoftë kontrata e kështu me radhë, është një numër i caktuar i vogël, që nuk mjafton për ta marrë shumicën, siç e kishte dikur vetëvendosja, dhe nuk erdhin në pushtet, nuk e morja mbi 50% për veprimeve të tilla, po pikrisht duke ja taku veprimet të tilla është ajo që i solli vetëvendosjes atë votën popullore që kishte në vitin 2021, dhe pikrisht këto veprime i bën partitë që dikur ishin të mëdha, tani parti më të vogla. Lëvizjen vetëvendosje duke qenë se po thoni se ka ardhur në pushtet duke kritikuar, pastaj bën veprimet e njëjta, mund ta ndikojë kjo nëse shkohet në rast Besoj se po, sepse kjo dëmton atë votën popullore, votën masive. Kjo të sjell disa vota një kategori të caktuar që kanë përfituar direkt. Qoftë me këtë